Në mëngjesin e së shtunës, Artio me qoj vajzën e tij Emilia në dhomën e gjumit dhe bëri diçka shokuese me të. Por ai as që mund të imagjinonte se atje ishte një kamerë instaluar. Kur gruaja e tij Natasha më vonë po shikonte regjistrimet, ajo nuk u besoi syve të saj. Filloi të qante. E veçanta ishte se gjithë kjo ndodhi menjëherë pas një incidenti të tmerrshëm, i cili pothuajse shkatroi familjen e tyre. Disa javë para se Artyom të kapej në atë veprim me Emilian, ai u kthye në shtëpi më herët nga zyra dhe shkoi drejt për drejt në dhomën e gjumit të Natashës. "Ti e herët i dashur?" e pyeti ajo me habi, por në përgjigje u përball me një shikim të ftohtë. Kur më parë ai nuk e kishte parë Artyomin kështu. Sytë e tij ishin të kuqit dhe të fryrë, sikur kishte qarë gjithë ditën. Ai kishte erë alkooli dhe kjo e friksonte më shumë se gjithçka. Ajo e dinte se ai njeri për të cilin ishte martuar kur nuk do të ngjitej i dehur në timon. Diçka nuk shkonte. Pse? Më në fund shkëputi heshtjen Artyomi me një zë që i dridhi dhe tha: "Natasha, pse e bëre këtë?" Gruaja ishte e befasuar. Ajo ju afrua dhe u përpoq ta përqafonte, por Artyomi u tërhoq. Kjo ishte aq e pazakontë dhe e dhimbshme. Ai kur më parë nuk kishte vepruar kështu me të. Por në vend që të shpjegonte, Artyomi shkoi në dhomën e fëmijës ku Emilia flinte qetësisht në krevatin e saj. "Ti e imja, të dua kaq shumë. Nuk mund të jetoj pa ty", pëshpëriti ai për vajzën e tij dhe lotët i rodhën nga faqet. Natasha u përpoq ta bënte të fliste, por ai heshti. Ai nuk hëngri darkën dhe shkoi të flinte më herët se zakonisht. Gjatë gjithë natës, ai nuk u kthye në shtrat, duke mos gjetur qetësi. Natasha gjithashtu nuk mund t'i mbyllte syt. Ai arriti të flinte vetëm në mëngjes, por paprit mas u zgjua me një britmë. "Emilia, mjaft, më", shpërtheu Natasha. Ajo ishte lodhur nga ky mos kuptim dhe heshtje. "Ti po sillesh çuditërisht, që nga momenti kur u ktheve në shtëpi, por nuk shpjegon asgjë. Kjo po më çmend", tha ajo me nervozizëm. Përgjigjja e Artyomit e la atë të shokuar. Ai ul në krevat, i futi gishtat në flok dhe thiri. "Gleb erdhi te unë dje në zyrë. Ai tha se Emilia nuk është e imja, por e tia." "Çfarë?" Natasha thuajse u afiksua. Gleb ishte dashuria e saj e parë me të cilin kishte pasur një romancë të gjatë dhe të komplikuar. Jo, Gleb gënjen, ti duhet të më besosh", tha ajo me një zë që i dridhej. "Unë shumë dëshiroj, por më ndihmo ta kuptoj", tha Artyomi dhe shtryu dorën në telefonin e tij. Ajo pa hezitim ja dha aparatin e saj. Ja hapi të gjitha regjistrimet e thirrjeve dhe ai pa në të. Gjatë gjithë javës së kaluar, ai jo kishte biseduar 10 herë me Glebin dhe disa herë kishte telefonuar vetë. "Ju keni komunikuar pas shpinësime. Çdo gjë që ai tha është e vërtetë." Me dëshpërim e shikoi ai gruan që e donte më shumë se jetën. "Pse e ke fshehur që ishe sërish në lidhje me të? Ne gjithmonë kemi qenë të sinqert me njëri tjetrin", shtoi ai me qetë. "E dija si e ndjeje për promovimin dhe karrierën. Nuk doja të shqetësoja. Kur nuk do të kisha bërë këtë. Askush nuk mund të më dëmtoj", e pëshpëriti ajo. Pastaj shtoi. "Gleb filloi të më thëriste disa ditë më parë. Ai më luti të kthehem, por i thash të mbahej larg. Jam e lumtur me ty." Ndërsa ajo po fliste, Artyom u ngrit, ju afrua dollapit dhe nxori çantën me të cilën kishte ardhur një ditë më parë. E hapi atë dhe nxori një zarf. "Dua të besoj, por si e shpjegon këtë?" tha ai qetësisht dhe hapi përmbajtjen mbi krevat. Kur Natasha pa çfarë ishte para saj, këmbët i dridheshin. Në krevat ishin fotografi, Natasha dhe Gleb në dhomën e hotelit. Data në fotografi, një javë para dasmës me Artyomin. "Çfarë mund të thuash?" "Thjesht thuaj të vërtetën, që unë të fal, të dua." "Natasha, pavarësisht gjithçkaje", tha ai ngadal. Me lot në sy, ajo shpjegoi. "Po, u takova me të një javë para dasmës. Ai më kërcnoi. Tha se nëse nuk do të takuesha me të,
do të vetëfritej. Pranova të takuajsha në barin e hotelit. Pastaj ai u ankua se ndihej keq dhe unë shkova me të në dhomë. S'ka rëndësi. Më ishte e vështirë. Ndihesha fajtore për atë që e lash. Doja të kërkoja falje, por mes nesh nuk kishte asgjë. Betohem për jetën time. Më fal që nuk të tregova. Duhej ta bëja. Emilia është vajza jote. Artiomi ishte i thyer. Gleb ofroi të bënte testin e ADN-s dhe tani Natasha pretendonte se Gleb po gënjente. Pavarësisht gjithçkaje, Artiom nuk mund t'i shihte lotët e gruas së tij. Ai e përqafoi dhe i kërkoi të mos qante duke thënë se gjithçka do të ishte në rregull. Por me të vërtetë gjithçka ishte ndryshe. Marrëdhëniet u bën më të ftohta. Artiom nuk donte të bënte testin, por e kuptonte se ky ishte vetëm një zgjidhje. Ai e mori guximin, dhe sa prisnin rezultatet, ai u përpoq të ishte si më parë. E siguroi Natashën se e donte atë pavarësisht rezultatit. Natasha nga ana e saj nuk ndalonte se fajsuari vetëm për atë që fshehu takimin e rëndësishëm. Pasi kaloi një javë, ata ishin ulur së bashku në dhomën e ndenjës dhe po shikonin një serial. Pa pritmas, telefoni i Artiomit vibroi. Ishte një letër. Ai e hapi atë, e lexoi me shpejtësi dhe e hodhi telefonin. Nga syt e tij filluan të rridhnin lot. Natasha asgjë e pyeti. Ai e dinte se çfarë kishte ardhur. Ai u afrua, e përqafoi dhe ata u puthen, pasionisht si në herën e parë. Artiom ndjente faj për atë që dyshonte. Por me këto prova, si mund të mos dyshonte? Natasha e dinte, asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur, po të mos e fshehte takimin me Glebin. Ditën pas kur testi ADN-s konfirmoi se Emilia është vajza e Artiomit, Natasha shkoi në supermarket për të blerë produkte. Ajo nuk ishte për rreth një orë. Pikërisht në atë kohë, Artiom bëri diçka krejtësisht të papritur me vajzën. Së fundmi, Natasha kishte vendosur kamera në shtëpi për të monitoruar lëvizjet e Emilias. Ajo nuk i kontrolloi ato derisa shkoi për të fjetur. Artiom ishte tashmë duke fjetur afër, ndërsa ajo, pa ndjer lodhje, vendosi të shikonte regjistrimin për argëtim. Ajo donte të qeshte, por filloi të gjante. Në regjistrim dëgjoi qarje e Emilias. Artiom u ngrit nga divani, shkoi në dhomën e gjumit, i këndoi asaj një ninull, por vajza vazhdonte të qante. Pas disa minutash ai ja mori në duar dhe e nxori në sallë, e vendosi në tokë, e ndezi muzikën dhe më pas filloi të kërcente. Lëvizjet e tij ishin kaq qesharake dhe të gëzueshme, saqë Emilia në fillim thjesht e shikonte, pastaj filloi të qeshte. Dhe më pas të përsëriste lëvizjet e tij. Ata qeshnin, kërcenin, përqafoheshin. Lotët rridhnin në faqet e Natashës. Ajo pa se si Artiom e do Emilian dhe e kuptoi, edhe nëse rezultati i testit do të ishte tjetër, ai prap do ta mësonte. Pas shikimit ajo i u afrua Artiomit, e puthi dhe i tha në fshehtësi: "Faleminderit për durimin dhe mirësinë tënde. Ne me Emilian të duam shumë." Ndoshta Artiom e ndëgjoi atë përmes gjumit, sepse u kthye përballë dhe i tha në fshehtësi: "Të dua edhe më shumë." Dhe përsëri ra në gjumë, duke bërë zhurmë të butë.